Dosja hetimore e rastit të vdekjes së Vedat Ademit e nxjerr ekskluzivisht në emisionin Inside 21. Tregon se Indjeri ka vuajtur nga gurzat në tëmth, duke u bërë që të kthehet nga Gjermania në Kumanov për të mjekuar dhe eventualisht për t'u nënshtruar një intervenimi kirurgjikal. Sipas raportit Indjeri, Vedat Ademi së pari është paraqitur në emergjencë natën e 16 marsit, ku është pranuar nga doktori kujdestar Asim Ademi, duke i dhënë infuzion me përbërës pa analgin. Dokumentet zbulojnë që doktori Asim Ademi është konsultuar me kirurgun Zoran Gjorgjevski për kurim të mëtutjeshëm në spitalin ditor. Doktor Zoran Gjorgjevski pa pasur informacion të mëparshëm që pacienti është alergjik në analgetik, e dha udhëzimin që në infuzionin e dytë të shtohet ampula analgin si përforcim të terapisë kundër dhimbjeve. Kjo është evidentuar në shkresën për pranim të terapisë. Para aplikimit të terapisë së udhëzuar, infermierët kujdestar nuk e kanë pyetur pacientin në mënyrë plotësuese për reagime eventuale alergjike ndaj barnave të caktuara dhe madje nuk është kontrolluar libreza e shëndetësisë. Nga prokuroria deri më tani janë marrë në pyetje të gjitha palët relevante të përfshira në këtë tragjedi. Janë duke u ekzaminuar edhe dokumentet shëndetësore të Indjerit nga mjeku Amer Rexhai Dalipi, i cili fillimisht i ka dhënë tabletat pantoprazol, nga internisti ku janë bërë kontrollat e fundit dhe EKG deri tek mjekët në Gjermani, ku Vedat Ademi ishte me punë të përkohshme atje ku kanë ndjerë dhimbjet e para. Lëshime të shumta janë gjetur nga komisioni i posaçëm i përbërë nga 5 specialistë të klinikave universitare siç janë Gjorgji Trajkovski, Vladimir Avramovski, Enes Shehu, Goran Mitrevski dhe Smilko Jovanovski. Pas nisjes me procesin e reanimimit kardiopulmonar është thirrur edhe anesteziologu dhe internisti kujdestar. Komisioni ka konstatuar që nuk ka raport EKG të defibrilatorit. Mungojnë pajisjet për respirator automatik të ventilimit mekanik në tërë spitalin. Si pasojë, pacienti ka qenë intubuar dhe ventiluar me balon ambulantor i lidhur me bombolën e oksigjenit, por në rast të vazhdimit të reanimimit do ishte patjetër të lidhet me respirator. Nga prokuroria e Kumanovës thonë se ende janë në pritje të raportit të autopsisë nga mjekësia ligjore. Ata për Inside 21 thonë se hetimin janë duke e bërë edhe në dosjen mjekësore të pacientit të ndjerë për të parë gjendjen e tij shëndetësore ndër vite. Shefja e prokurorisë së Kumanovës Teuta Ramadani flet ekskluzivisht për këtë çështje duke thënë se vetimtare është raporti i autopsisë që presin. Pas saj do të merren edhe masat përkatëse ndaj të dyshuarve për të ngritur akuzat adekuate, tha Ramadani. Po kur kemi pasojë fatale, atëherë shkojmë me veprën më të rëndë, veprë e rëndë kundër shëndetësisë së njerëzve. Ajo është neni 217, ku është parapar edhe burgim deri në 10 vjet. Mirë, po për shkaku i vdekjes ju thash edhe më parë se vërtetohet mbas të autopsisë. Që ajo është domethënë kyçe faktikisht. Për me drejtu hetuesin, a do të shkojë në përgjegjësi penale apo jo. Ndërkaq raporti i Inspektoratit Shtetëror Sanitar Shëndetësor tregon edhe lëshime të tjera. Intervenimi ngathet në procesin e reanimimit në kushtet spitalore nuk do të ishte me fatalitet nga shoku anafilaktik, nëse do të ishin të gjitha pajisjet e duhura dhe gatishmëria e stafit mjekësor për të intervenuar në kohë. Në raportin specialistik të kryer nga doktori Zoran Gjorgjevski, nuk është shkruar anamneza e pacientit. Në terapinë dhënë në ora 10:30 të datës 17 mars 2025, përveç tjerash janë dhënë edhe 2 ampulla analgin. Këto në fakt ishin pikat e ilaçit që sa hynin në gjakun e Vedatit, vinin e ngushtonin indet e frymarrjes.